Një vit pas vjedhjes së banesave të zonjës Anita Miraku dhe vjerrës së saj, sërish ndaj autorëve nuk është marrë asnjë masë ndonse sipas saj. Në banesë janë identifikuar shenja gishtash. Përkthye ajo fajson të gjithë sistemin e drejtësisë, besimin ndaj të cilit tashmë është zhdukur. Meton deri një vit vajti dhe ne akoma jemi të zhgënjur sepse u gjendën gjurma gishtash. Policia pak a shumë i di dhe kush jam. Dhe prokuroria nuk kemi asnjë rezultat, asnjë prononcim nga ana tyre ose të na lajmërojnë çfarë është bërë. Ajo shpreh se ka shkuar shpeshherë pranë policisë dhe prokurorisë për t'u informuar për këtë çështje, por nuk i kanë dhënë asnjë informacion lidhur me vazhdimsinë e hetimeve, e duke se çështja e saj ka mbetur në hije. Autorët dihen. I di shumë mirë policia, se ka dalë dhe ke gjurmët e gishtave, ka dalë dhe emrat i dim ne, jo policia dhe prokuroria. Pas këtij episodi, gruaja thotë se ende ndihet e friksuar se ndoshta ngjarja mund të përsëritet, pasi autori i vjedhjes ende të i lirë, e pas një masë të ndërmarrë ndaj tij. Ndjehemi në të rrezikuar, kam vajt disa herë në polici, i kam kërkuar nga policia që të heqi kamerat që na monitorojnë në hyrje të pallatit, përpara dhe mbrapa pallatit. Policia jo që zbori gjë, por ato nuk e di si për injorim, vunë edhe një kamerë tjetër prapë ke ashensori, gjë që nuk duhet jetë. Nuk di si veprojmë. Policia nuk na merr edhe nuk i protokollon kur vemi kërkojmë ne, apo na përcjell. E ka ky organ, e ka prokuroria, e ka organet tjera, nuk e di, do mblidhen komisionet për këtë punë dhe kam 6 muaj që u kam vajtur mbi 6-7 herë atje dhe akoma asnjë përgjigje, vetëm përcjellje. Vjedhja u regjistrua në fund të korrikut të shkuar, ku nga banesat u vodhën sende me vlerë monetare dhe bishuteri, por dhe u dëmtua sistemi i kamerave.